Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala thumma ma ba'd. Të nderuar vëllezër, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Në kuadër të temave të fikut që jemi duke folur para namazit xumos, kemi arritur një kapitull i ri, po që është kapitulli i radhës. Kemi përjashtu sezonin e verës dhe kemi folë për fikun e martesës, me qëllim që të shërbejmë kohës, pra që temat verore të ndërlidhen me aktualitetin, pra që besimtarët të rikujtojnë njohurit që duhet ditur për martesë ose rreth martesës, dhe kjo seri prej 12 ligjëratash ka përfundu javën e kaluar, kurse sot tash po rikthehemi tek kapitulli i radhës, i cili vjen pas kapitullit të namazit. Ai është nuk lidhet shumë me martesë, mirë po kështu është jetë të dashur vëllezër. Kapitulli i radhës është kapitulli fikhul janaiz, quhet në arabisht, fikhu ose dispozitat e të vdekurit ose të gjenazës. Subhanallah. Çështo është kjo jetë. Për e gëzimin në kalon në një gjendje tjetër. Neve në kanë lidhë çështo temat, për ndryshe nuk e kemi pas me qëllim. Pra, prej sot të flasim dashur vëllezër për kapitullin e të vdekurit ose gjenazës. Për vdekjen një kujtim sigurisht, pastaj për momentet e sëmundjes ose sëmundjes së vdekjes, kur besimtari ose njeriu është në atë gjendje që duhet me vepru, çka duhet me vepru ata të gjallë që janë afër para vdekjes, që duhet me vepru pas vdekjes, që duhet me trajtu të vdekurin sapo të jep shpirt në momentet e vdekjes, qysh duhet mu përkujdes, qysh me këtyje, ka me këtyje, çka me thonë, pastaj pas këtij del shpirti qysh me vepru dhe cilat janë obligimet dhe të gjallëve ndaj të vdekurit. Pastaj vjen pastrimi, pastaj qefinosja, rregullat, kush ka përparësi ose kush duhet me pastru, kush ka përparësi me pastru, qysh duhet me pastru, qefinosja, bardhja, varrimi, mënyra e varrimit, njoftimi, ngushëllimet dhe temat të tilla, pra që kanë bëjnë me të vdekurit. Është një pjesë e rëndësishme dashur vëllezër e fikut, sepse të gjithëve na vjen ka dera që shtojnë. Ndoshta pleqve ato temat e kaluara të dashmes nuk ju bëshin shumë përshtypje, se janë martu mëte, e tash këto janë pak më të ndijshme, këto nuk janë veç për pleq, po Allahu na forcoft ya Rabbel Alamin. Të nderuar vëllezër, Allahu Azza wa Jall ka caktuar që njeriu sado që të jetoj gjatë, prapë duhet dhe ka me vdek. Dhe do të kalon prej një faze të jetës kësaj bote në një fazë tjetër, në jetën e barzahut që quhet, ose në jetën e varrezave. Qysh ka në hadith
që thot profeti alayhi salatu wassalam, realisht ka thonë Gjibrili profetit, ja Muhammed, ish ma shi'ta fa innaka mejitun, o Muhammed, jetë sot të duash, por të je i vdekur. Pra, një ditë keme vdek. Këtë mesazh ka të qartë, të prem, pa ja borrafsh i ka thonë kush, Gjibrili, njeriu më të dashur të Allah subhanahu wa ta'ala, profetit të tij Muhammed alayhi salatu wassalam. Jeto sot dush, por kime vdek. Thot Allah subhanahu wa ta'ala në surën Al-Jum'a, قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. Thuaj vdekja prej së cilës ikni, tafirruna minhu, ikni prej saj. Kur s'ka dëshirë me vdek, as ka qenë me vdek. Madje është në gjendje me dhonë krejt dynjan që ka dhe posedon, krejt pasurin, është në gjendje me dhonë, jo mos me vdek, se ato din që s'ka mundësi me ndodhe jo. Por me shty edhe pak, subhanallah, me shty edhe pak. E din që prap mas vdekjes nuk ka mundësi, vdekja është e pashmangshme për të gjithë. Por s'ka qef askush me vdek. E Allahu po thot, rjedhimisht, njeriu kur s'ka qef me vdek, mundohet me jetu më gjatë dhe është e natyrshme të dashur besimtar. Është e natyrshme që me dasht me jetu, me mundu me jetu, me investu, me kërku shërimin e kështu me radhë. Megjithatë Allah subhanahu wa ta'ala po thotë kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thuaj vdekja prej së cilës ikni, komi ju taku. Pastaj që ka ndodhë njëtin ajet, subhanallah, thumë të rëdune ila alimil gajbi wa shahada, subhanallah. Pastaj do të ktheheni, të rëdun ila alimil gajbi wa shahada, që ka ndodhë pasit të vdesim, e që është në kompetencën tonë, dhe nuk është në dorën tonë, se me na pa vetë neve s'kishëm vdekë. Thumë të rëdun, pastaj ktheheni ku? Ila alimil gajbi wa shahada, tek aj i cili e din el gajb të msheften wa shahada dhe të dukshme, subhanallah. A ko dëshet të nërhalo? A veç kena më këthyt aj që din msheften, pra din msheften tonë, se për Allahu nuk ka msheft kur gjo. Për din ato që ne kemi mojt msheft. I din ato gjënohet e mshefta. I din ato që i kemi bo jo të mira, po i din edhe të mirat e mshefta. Ki ka të dyja. Se dikush mundohet me bo neve për të mirë, mi orë mundësia me dhonë, po se di kërkush diqysh si do këtë që si do këtë bas jo bo ka bollë. Për e morë vesh që ti e qaj që e pështruve filonin nëse. Allah po e din të msheften, pra din edhe të mirën msheft, edhe namazin që e ke falë natën, e që nuk e din kërkush, së të ka po kërkush, mëse pa marak. Ki mu këthy një dit të kaj, kështu thotë Allahu azza wa jall, i cilë e din të msheften, por i din Allahu në falë të ja Rabbel Alemin, edhe me katët e mshefta. Edhe shikimin, edhe ndëgjimin, edhe fjallet, edhe mendimet, edhe krejt Allah subhanahu wa ta'ala ato i din. O shahade dhe ato që i kanë qenë publike, edhe ato sigurisht se din. A ka dishka halon këtë ajet? Halon të shuzë dishka edhe ma që në tërhek vëmendin edhe më tepër, thumë ju në biukum bima kuntum ta'melun. Se veç mu këthyt e kaj që edhe më sheften edhe të dukshmen, është bollë siklet. Bollë është siklet. Por pas ka halod një diçka një siklet maj madhë. Thumë ju në biukum bima kuntum ta'melun,
pastaj ju tregon për vepra që keni bërë. Vdekja prej se cilës po ikni komjunzon, e para. Thumë të rëdune ila alimi l'gajbi wa shahade. Pastaj ktheheni dyta tek ai i cili ndin të msheftën dhe të dukshmen. Fejune biukum dhe ju tregon ua paraqet vepra që keni punu. Ju kallëzon çka keni bërë. O rubim, filën dite, se njeriu ndoshta dhe ka harru veprat e veta. Ndoshta i ka harru. Veprat e mira është mirë mi harru ndaj dikuj që i ke bërë. Kjo është e mirë. Ja ke bërë dikuj një të mirë, thojnë gjujën deti, harreje. Mos ja përmen ka cilësh. Ose mas 10 vjetë, po karaj dek të kom kë. E unë e kom dzirë me 20 euro, 20 marka. Mos ja përmen. Kurse të ligat është mirë mos mi harru, të ligat tua është mirë mos mi harru. Pse të dashur vëllezër? Mënyrë që me përsërit istikfarin. Ka prej besimtarë Allahu në rutja Rabbel Alamin, të cilat në jetën e tyre të kaluar në tyre kanë mëkate të mëdha. Kanë mëkate të mëdha. Omeri, cilat kërkojnë, çka kërkojnë? Kërkojnë pendim sinqert, madje pendim të vazhdueshëm, madje kërkojnë vepra të mira të shumta, nuk është kjo punë që ka që thjesht. O Zot, ma falë edhe u kry. I kërkova falë Allah, ka mëshirën e madhe. Omer radiallahu ta'ala anë dashur vëllezër, po thot mas vdekje se profetit. Ndoshta mas 10 vite mas vdekje se pejgamberit alayhi salatu wassalam. Thot hala, thot vazhdoj me dhonë sadak për një mëkat që e kom bo kur e ka kundërshtu profetin alayhi salatu wassalam në marrëveshjen e Hudejbijës. I ka thënë, ja Rasulullah, pse po bën marrëveshje me pabesimtar tash kur na jena të fuqishëm? S'ka nevojë më nënshtru. Pra, në farforma thot që profeti e pajtaj me tokë, Omeri, njetin e kishte të mirë, dëshira ishte mirë, zemën e kishte zemë loani Omeri, ishte trim. S'kem nevojë më nënshtru dhe mu friksu. Sepse profeti kër i thanë fshije emrin, në emër të Muhammedit, tërguarit Allahut, ata i thanë fshije, të me njohë tha ty si të tërguarit Allahut, s'kishëm luftu hiç. Por çka me bo tha shkruje në emër, marrëveshja bëhet në emër të Muhammedit, djallit Abdullah, në emër në babit. Edhe profeti dhe në rregull është. Sa është kjo pojenta, sa është kjo shumë rëndësi në këtë moment. E fshina, e shkruna në emër tem. E Omeri tha, jo ja Rasulullah. Tani ka orke që ka kundërshtu profetin sallallahu alajhi wasallam, sepse profeti ka shiqur dashur për te ma lartë që vinë gjamat. Jo veç tash. I mesmi e merrni me prem dashur që tash duket i çuditshëm ose jo e arsyeshëm në rregull, por ai ka mendu mas 10 vjet ku më rri. E thot, mas disa vite kur kujtohet që ja kam refuzuar dhe e kundërshtova profetin, pse ja Rasulullah po vepron kështu? Thot vazhdoj hala me bë mirë, o Allah, për çat mëkat po jap e po bëj vepra të mira. Kështu ka thonë edhe Aisha radiallahu ta'ala anha. Dhe kështu ka me puta shëllëzër muslimanën. Pa ta shëllëzër, vdekja është e pashmangshme, kthimi të Zoti i cili din të msheftën dhe të dukshmen është i pashmangshëm dhe ballafaqimi me veprat tona, qofshin ato të mira ose të liga, nëse nuk jemi pëndu dhe nuk jemi përmisu dhe Allahu nuk na i ka falë, është i pashmangshëm. Nëse ka dëshim se kjo është një siklete, është një siklete ma. Po është Allah subhanahu wa ta'ala, ka thonë të dashur vëllezër, vdekja e në me të kun ju drikum në mot. Ku do që t'jeni kom i nëzonë vdekja. Ku do që t'jeni? Shkani ka dani,
subhanallah, sa njeri po del për vendit vetë, po shkon në një vend tjetër për një jetë më të mirë, për kushte më të mira. Mirë, por nuk e din se e ka caktimin me adërtu Allah subhanahu wa ta'ala shpirtin. Është vëllezër, çështja shumë serioze. Vdekja që është të populli është e ftoftë, është e vërtetë që është e ftoftë, shumë e ftoftë. Është e rëndë, shumë e rëndë. Është një ngjarje e vështirë, shumë e vështirë, por është e pashmangshme. Nuk ka mundësi askush me i shpëtu. S'ka mundësi askush me i shpëtu. Subhanallah, mas të jetë, është ozër, adin cila jetë vjen. Mas të jetë që valet Allahu thuaj ju vdekja për i se cilës ikni për i saj, kam ju në zonë. Pastaj keni mu këthy të Zoti juaj, cili din të më sheftën dhe të dëshmën. Pastaj kam ju të regu se shka keni punu. Cila jetë vjen pastaj? Ja ayuha alladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmi al-jum'ati fas'au ila dhikrillah. Ajeti që Allahu e ka bo obligim me fol gjumon. O ju që keni besuar, kur të ndëgjani ezanin e gjumos, fas'au. O ju që keni në vdek, mos u mashtrani. Sa njeri ju e kalon dhe e lën gjumon, nuk e fol, po dohet me punu. O gjëpo, Allah vish do të me vdek. Qa i thu nesër Allahu të përgjegjën të kje, mos më duhet e janë, se cili kena më dhonë lëgari për vetën tonë. Kur bëhesh trim mos me shku në gjuma, ose kush bëhet, s'pi thëm ju, ose alhamdulillah në gjami, por ai që bëhet trim në thojza, për mos me shku në gjuma dhe mi dhonë për parësi dënja Allahut, e mi dhonë për parësi punës e kësaj bote, ose dikush pa ndonjë arsye fare, le ta kujtoj këtë thirrje ose këtë ajet që Allahu të gjenë një ajet për para thirrjes për gjuma, për thëtë mos harroni se keni me vdekje. Andaj, qysh ka thonë profeti alayhi sallam në një hadith, përkujton e vdekjen, ose citati është, përkujton e hadim e ledhat, përkujton e ato që u aprish qefin, paka shumë. Allah ta aprish qefin. Kur që kujton për një me vdekjen, dhe qka ka me pasu pas vdekjes, sigurisht se nuk i hovat as buka pastaj. Se jo me bo qefe pa kontrol dhe pa e shiku sa është halal apo haram. Andaj profeti përkujtone, përkujtone ditën kur kini me vdek dhe me dhonë llogari dhe me dal me vepra tuara para Allahut, a ki ftyra s'ki. Mos shka mena vetë të gjëmoj, alhamdone po folë në gjëmon, nështë po folë gjëmon, po kujtej edhe ato tjerat, sepse i kime veti, kujtej edhe ato tjerat. Kujtej ato padrejtësit, ato zullumet, ato runazat, ato fajdet, komatën, vrasjet, alkoholin, kujteni. E me kata të mëdha dhe jo vetëm të mëdha. Kujtoni se me to keni me shku nëse nuk keni pendu dhe keni me u ballafaqu pastaj për vdekje me veprat tuaja. Tash do vdekja është ne në këtë temë ma shumë do t'i kushtojmë rëndësi dispozitave, por si hyrje është kjo këshill për rëndësinë që ka dhe realitetin e vështirë dhe të edhët të vdekjes. Mirë po, me që është e pashmangshme, atër nuk kemi qare pa përkujtu, pa përmen, sepse është në të mirën tonë të dashur në zërbesimtarë. A i cili e kujton se ka me vdek,
Wallahi nuk e lë namazin bashkë me lehtësi. Ai që e kujton që ka me vdek, wallahi nuk mundet me flajta rahat nëse dikun e ka bo zullum dhe padrejtësi. S'mundet me flajta rahat. Ose runa zot dikush që ka hin hak dikujna, qoftë në pasuri, qoftë në derë, qoftë i ka bo zullum, ja ka mohu të drejten, qysh po veprojnë sot shumë. Sa njeriu, ose sa djemtë dhe vajzat në të vendin tonë, kanë kry shkolla, e kanë jenë të aftësuar dhe të shkolluar, dhe hapën konkurse, dhe mbyllën, nuk hapën për ta. Për hapën për ata që e kanë librezën e partisë, ose për ata që kanë mundësi me dhonë në rishvet. Kjo është realitet. Ndaj mundesh njëherë, ose dikush mundet me keq përdor pozitën, me keq përdor autoritetin, mirë po nuk më shkua gjatë dhe momenti kur ka me I lau pastaj kusurët, dhe t'i vje se cilit. Edhe ata zullumqar që e duke bo tash 2 vjet në Palestinë, respektivisht në Gaza, edhe ata Allahu po I sheh. Edhe ata kanë u ballafaqu me veprat e tyre, por Allahu ka urtësi, dashur vëllezër. Allahu ka urtësi në gjitha veprimet e tij. Gjitha veprimet Allahu Azza që I bën dhe gjërat që ai me vullnetin e tij I lejon me ndodh, ato ka urtësi që ne nuk I dim. Por ai që ka hin hak dikujna, ai ka me dhon llogari për Allah subhanahu wa taala, nëse I ka shpëtu drejtësisë se kësaj bote, nëse dikun ka drejtësi. Kush e kujton vdekjen tash vëllezër, është pak më I kujdesshëm edhe në punim të veprave të mira, por edhe ruhet nga veprat e liga dhe të këqija. Ka pika interesante rreth vdekjes, por do të vazhdojmë inshallah taala në ligjëratat e ardhshme, pra sikurse çdo herë para gjys ore, pra 30 minuta para namazit të xumos. Duke filluar për orës 12:30, do ta zgjatim pak sepse po na shkon shumë kohë, po na merr ditë për me I shpjegu të gjitha. Inshallah taala për orës 12:30, po 30 minuta para ezanit të xumos, do të fillojmë çdo herë këto ligjërata. Allahu na mësoft një përfundim të mirë, ja Rabbel Alamin, me vdekje, me iman dhe Allahu me qenë razi me njëre. Assalamu alaikum wa rahmatullah.